Statusi i Bankës Shqiptare të Zhvillimit zbulon qëllimet e vërteta të kryeministrit Edi Rama për sajesën e saj në maskën e mbështetjes me kreditimet bizneseve të vogla, të mesme dhe të qytetarëve përmes kredive dhe grumbullimit të depozitave prej tyre. Në ligj kjo bankë shtetërore nuk quhet bankë tregtare, por aktiviteti i saj është kopje e bankave private në Shqipëri. Me të drejtë për depozita, kreditime, emetim bono shtesare, investime fondesh në tregje vendase të huaj, transaksione dhe marrje kredish nga subjekte vendase të huaja. Edi Rama ka përcaktuar pavarësitë plot për këtë bankë të zhvillimit duke e lejuar të zhvillojë aktivitet pa licencë dhe pa mbikëqyrje nga Banka e Shqipërisë. Skandali është e drejta e Bankës Shqiptare të Zhvillimit për të mbledhur depozita kursimi dhe fonde investimi, ndërsa si ndërmjetëse për grumbullimin dhe rikthimin e tyre në rast falimentimi do të jetë Posta Shqiptare, kur kjo shoqëri nuk ka të drejtë aktiviteti bankar. Ligji dhe statuti i kësaj banke shtetërore nuk sqarojnë se kush mban përgjegjësinë dhe barrën e shlyerjes financiare për depozitat e qytetarëve dhe subjekteve të tjera, ndërkohë që qeveria nuk merr përsipër garancinë e tyre duke lejuar një aktivitet të ngjashëm me ish firmat piramidale. Edi Rama dhe ministri Petrit Malaj po bëjnë gati shitjen e 49% të aksioneve të bankës. Banka Shqiptare e Zhvillimit është 100% në pronësitë të Ministrisë Financave me kapital 5 miliard lek, të ndarë në 2000 aksione, kapital që fillimisht u caktua 10 miliard lek.